Asnjëri nuk do të ketë fatin tënd. Ky album fotografik nuk kur do të botohet vetëm në Shqipëri, por në të gjithë globin toksor. Si urdhrat? Në portretin dhe shikimin e tij duhet të lexohet të qartë mendimi teorik dhe veprimi politik. Portreti i tij duhet të simbolizojë dhe mëshirojat dhe dashurinë e zjartë dhe militantizmin e devotshëm revolucionar. Si urdhrat? Urtësinë popullore dhe mendjen e ndritur të njeriu të kultivuar, birin e thjeshtë të popullit dhe burin e shquar të shtetit. Si urdhrat? Duhet të kesh parasysh di gjëra. E para, sot ai është tepër i menduar, është i mërzitur. Kurse ti, në aparatin tënd, duhet ta fiksosh të qeshur, buzagaz, optimist, largpamës. Të qeshur? Më faldi shoku Cecilla, në qoftë se ai është i mërzitur edhe i menduar. Si mund ta... E dyta, ai në asnjë mënyrë nuk duhet ta kuptoj që ti po e fotografon. Po të diktoj që ti e fotografon, të bësh dy gjëra. Do të lësh aparatin, do të marrësh një letër të bardhë dhe do shkruash kërkesën për largim nga puna. Largim nga... Suksese! Shkeshe gjë. Si urdhron, kemi menduar të shkruani një libër me kujtime mbi vizitat që keni bërë me njerëzit e thjeshtë. Po pse akoma nuk e kam shkruar? Jo, gati e kemi. Vetëm titulli na mungon. Kemi menduar 3 tituj. Pati shoh se shtetu i kam menduar. Si urdhron. Ti cili të pëlqen shumë mosi. Të them të drejtën, mua të 3 titujt më duken të goditur. Mua nuk më pëlqen asnjë. Duhet të mendojmë edhe ca.
Si urdhëron. Kemi caktuar 3 vetë të mendohen. Do e mos. Po të vini edhe fotografia ti. Si urdhëron. Ja ku I kemi. Urdhëron. Kemi fotografinë nga të tëra krahinat e Shqipërisë, mo? Si urdhëron. Vetëm nga zona verilindore nuk na ka mbetur asnjë. Nuk ka mundësi, mo. Sikur kam qenë 2-3 familje në Gollabord. Si urdhëron. Keni qenë? Po të 3 familjet kanë dalë tradhtare. Ua. Kemi internuar. Por kemi gjetur familje më të përshtatshme që I kanë të gjithë fëmijët komunistë. Të bëjmë një fotografi mes tyre. Të vemi në Gollabord, thua? Jo. Po që? Me sjellim Gollabordën këtu. Po mirë. Shtë thomu, kujdisi vetë këto punëre. Sigurisht. Punë të mbarë. Dëgjoni këtu me vëmendje. Që janë more ato tituj që më jepni mua juve, Keni vrarë mendjen apo s'keni vrarë mendjen, mo? Dëgjoni këtu. Ai e ka gjetur titullin e veprës. Detira juaj kryesore në ashti qështë. Është ju që të vrisni mendjen e të gjeni se qa titulli I ka vatur në mendja ati. Ndryshe, nuk e gjetët juve se titull ka gjetur ai, nuk keni punë me partinë e punës. Qartë? Ka që e thomun? Shoku Silo, ai nuk po qesh. Vazhdo punën, kryej detirën. Kam një mendim. Sikur të sillni një grup artistik me këngë dhe vavalle që të gëzohet pak. Sa vjet të ke që bën këtë detirë, more Ziku? Një vit? 11? 20? Mirë. Vazhdo punën. E ikë se e mora vesh. Më bëj një fotografi mua, mo. Si urdhon. E mora vesh. Lere, thuaj më vonë. Është t'ja zhurmë. Zhurmë? Punohet me këtë zhurmë, ma? Nuk punohet. E kupto se për zhurmë e kam dhafiro. Lartë, ma. Hapi gavë. Se cicërima janë këto, ma. Angëlla!
Shtja janë këta zoj. Nga kanë ardhë. Tanët, zojtë e fshatit. Nuk janë të fshatit, mos jo. Zojtë e fshatit I njoh nga zëri u. Ju lutem, mos u shqetësoni, punoni qetë. Me zojtë merremi ne. Ashtu të lumë. Mos I mbushe gjë, mo? Jo, mo. Mos jo, mo gas, ullëm. Dëgjo këtu. Si ta merë mënde ati, mos jo. O ketë gjë natë këtu, mo? Pa tjetër, si u thëmë. Kurse unë thëmë që s'ka. Qa të thua shti? Që të themë? Jo po, thaqë. Kurse këtu po. Këtu ka naftë. Si u thëmë? Po I merë vesh koka atyre, kokë qiprëve të naftës, mo? Si dhe? Kemi zbuluar ndë një grup armiqësor në naftën e? Deri tani jo? Se mos keni thënë ju dhe nuk e zbuluam ne. Këtu ka naftë, si dhe. Dhe mba mend që të thomë. Po nuk doli naftë? Me siguri që o të dalë grup armiqësor. Sigurdo. Grupin e kemi kollaj, se e kemi mbi tokë. Po shti bëjmë naftës që është poshtë në tokë. Qo t'i bëjmë asaj, qo t'i bëjmë. O ta kremë, si lo. O ta kremë. Edhe lartë, edhe poshtë. Edhe poshtë, edhe lartë. Kur vijë lartë nga Pakistanit, o qobani malive, ktheja si loti me grike, o qobaka. Ma vrim bete, mos. Të rjetën edhe nuk mësove që nuk mësove një këngë. Sigurdo. O ta mësoj një se zbën. Ju jap fjallën. Falni. Ju keni ardhur për pushime. Ju vazhdoni të punoni. Qetësoni ju lutem. Çlodhuni ju lutem. Janë këta artistët e fshatit. E kam dëshirë të hapin një çfaqje për ju. Për para jush. U thomë, tu aplotsojmë dëshirën se kënaqen artistët kur japin çfaqje për para jush. Nuk jam në kundërshtim. Le të gëzojnë artistët. Le të gëzojë populli. Që jam umë. Sigurdo. Po vete, ti njoftoj me njerë. Ashtu. Shoku Silo, e erdhi grupi artistik. Akoma me këtë maskim ti, që është ki maskim, more, që është ki maskim. Ndro më gjethet, ndro gjethet. Si. Shoku Silo, Një minut. kam ardhur t'ju them. Prit. Gjabra, jo e vetë. Qepe. Më fal. Bido.
Ke qenë ndonjëherë në qafë të malit, mo? Ja, Po në qafë të Kazanit, mo? me të dëgjuar e kam. Po në qafë të Barit, bido? Ka ti numëroni, shoku Silla. Unë përveç qafës së pazarit nuk kam qenë në asnjë qafë tjetër. Prandaj të thomë, kur të thomi qepe, kemi qafa shumë, bido. Si urdhëron, shoku Silla. Të shkon jeta qafë më qafë, bido. Ashtu është, shoku Silla. Ç'keshe për të thënë? Ka vdekur Xhabrauja. Xhabrauja? Veterani luftës, keni qenë në shtëpinë e tij. Po. Kur vdiq, mo? Dje, në varimi është sot. Mirë do të ishte që ju ai të... Mora vesh. I tho mu, Faleminderit, shoku Silla. gjo këtu, Urdhër. si kur keni ca artistë mirë, mo, ju këtu në rrethin tuaj. Kemi plot. Mirë do të qetë në asil një ca artistë që të japin një çfaqje këtu para të madhit. Pa tjetër? Pa tjetër, shoku Silla. Për 2 orë artistët i keni këtu. E gjo këtu, Urdhër. ke edhe një detir tjetër. Flisni, shoku Silla. Do të shkosh të lajmërosh urgjentë në telefon në aviacionin e Dajtit. Të niset një helikopter urgjentë në fshatin Fukaravar. Atje të marrën me vete familjen e Peqellarve. Të vi urgjent i zoti shtëpis këtu, bashkë me një nga djemtë. Do të bëjnë një fotografi me të madhin. Qartë, shoku Silla. Bidomiza jam sekretari pap. E dëgjua çoku komandant. Është urdhër nga lart. Për 1 orë helikopteri duhet të jetë tek vila. Qurë të të vdekur ky plaku i Peqellarëve. O, në. Shoku Silla, ju njoftoj se helikopteri u nis për në fshatin Fukaravar. Brenda 1 ore, i zoti i shtëpisë së Peqellarëve, së bashku me familjen ndodhet këtu. Qetso. Bido, i digjon këto cicërima, mo? I dëgjoj, shoku. Punon do të veqja me të pilla cicërima? Sigurisht, e ku ka gjemë shlofte se cicërima e zogjë. Për 10 minuta nuk u dua asnjë cicërimë. Rimu? Si urdhon? Të gjithë zojt do t'i largojnë nga pylli. Eja këtum, Urdhoni. jo të gjithë. Po vendos u në kokë time. Lëri një 5-6 që këndojnë më mirë. Ja, ki, lëre këtë. More vesht, Si urdhon? iknash. O nene, po na vjen rrotull qafe bari. Koncerti grupit artistik të ansamblit karakteristik e qelin të hapur programin me këngën Dore për Dore. Skeç këndon grupi Valleve. Ka
Emocione. Që është e vërteta, ne të gjithë kemi emocione. Po s'ka gjë, mo, s'ka gjë. Nisja një këngës, mo, djemë. Bëni qef, mo. Prahuni. Si e kemi grurin si vjetë, mo, bido. Dete kemi. Ashtu po si. Po, shi do të bjerë gjë, mo? Që është e vërteta, një shi na duhet. E po, le të bjerë atërë. I thonë buke popullit. Po shiu do bjerë pa tjetër? Pa tjetër do të bjerë. Ashtu të lumë. Partia duhet të mendoj për të tëra, bido. Ndrëm vdiqë Gjabrahoja. Që mo? Gjabrahoja, vdiqë në la. Që është ki Gjabraho, mo, si o? Ai që kemi qenë disa herë në shtëpinë e tij, kur kemi qenë për gjuhëti në ato anë. Ka qenë njeri i respektuar nga të gjithë. Ua. E po, ti bëjnë të tëra nderet, mo, si o? E me që jemi këtu, thomë që t'i vemi për ngushëllim, Sirda. për para se të hinë dhe, mo. Sirda. Shpenzimet e varrimit ti përballojë shteti. Ti jepet edhe një dekorat. Dekorat? Më falni, po derë mbas dite, mbase nuk na premton koha për ta quar propozimin në Tiranë dhe për të marrë miratimin nga Kryesia e Kuvendit Popullor. E u disë Silvaja këpo punë, mo, bido. Ai e ka vullin e Kuvendit Popullor. Edhe firmën më mire bën Silvaja se sa krijetari presidium. I kam thënë kaqe herë gjikës. Kopioje firmën e Silës. Po, gjikja, si gjikja. Sa medalje keme vete, mo, Silo? Po, kam një 2-3 të trimëris. Kam një 2 heroj punës socialiste, po pas vdekjes. Kam edhe një 2-3 për shërbime të shqyuara. E po, mirë, mo, jepi atë për shërbime të shquara. Sigurdo. Po ti, mo, ke ndonjë medalja dekorati? Akoma. Po, kur merë populli zere se kemi marrë edhe ne. E po mirë, merë edhe ti një medalje punë. Mbaso, së prishet kjef. Shne. I paqim sa malet. Ashtu të lumë.
Pastron, regullo aparatin. Shpejt, do fiksosh një fotografi. Shpejt. Detyra jonë si revolucionar është të godasim në të dy krahat, të detyrojmë që të thellojnë akoma më shumë kontradiktat për të krijuar terrene të favorshme për goditje më të ashpra kundër atyre nga ana e popujve. Kundër tyre nga ana e popujve. Social-imperialistë sovjetik grumbullojnë ushtrinë në kufijtë e Kinës, lidhin aleanca ushtarake me Indinë kundër Kinës. Tokna amerikanët komplotojnë, por në këtë drejtim e Japoninë militariste. Politika jashtme e revizionistëve të Moskës dallohet për agresivitetin në të gjitha anët e botës, njësoj si dhe ajo e imperializmit amerikan. Social-imperialistët sovjetik grumbullojnë ushtrinë në kufijtë e Kinës, lidhin aleanca. Me qove varosë të gjabran? Nëse erdhët Shokosilo! Urdhroni, bujrëm! Shoku sekretar! Lëra të shkojnë në të samës! Hajde pas me! Pas me, shpejt! Të gjithë! Si urdhëron. Gërit Bravo Borica, kuadër i lartshëm i ardhshëm i Shkollës Bashkuar të Oficerëve të Bashkuar Tiranë. Ullo! Ç'na bët, more! Apo dhe të futemi të gjallë të futemi. Baba, mos ka ndodhur ndonjë gjë në Komitetin Qendror. Komiteti qyteti! Po timër, nuk e vdekur akoma? Po me që rast, Shokosilo? Si me që rast, more? Ai, more, sekretari ju e i para i bitomisa që desh shkoj në të sëmës dhe pas shkoj do t'a dërgoj unë, më vjen dhe më thot, mbrëm vdisja Brahoja,
Vete i thonë të madhit. Të bëhen të gjitha ndere, thot. Të bëhen homazhe, të dekorohet Xhabraoja. Kurse tani na dalka që Xhabraoja që nga i gjallë. Milenje, shoku Sillo, këtu ka një mos keq kuptim. Mbrëm ka vdekur Xhajaoja, kështu që në telefon ato ja kanë transportuar gabim shokut Bido. Kujt hyn në punë, kujt i hyn në punë ajo? Tani jemi përpara një fakti të kryer. Kororat janë përgatitur. Fjalimet po ashtu. Dëgjoj këtu. Nuk kemi kohë. Në ora 6 duhet të vdesësh patjetër. Dakord jam unë shoku Sillo, po një gjë nuk kuptoj. Pse duhet të vdes? Po e ka marrë vesh ai more Xhabrao, ai more, i marr. Po i sfani ati që unë jam gjallë. Kush t'ja thotë, more? Kujt t'ja jam banë, more? More, e do partin ti? Ç'është ajo fjala shoku Sillo? Kemi thënë neve që sa herë ta lyp nevoja do japim jetën për të? Kemi thënë për të. E po ja, të ndriti fati. Partia kërkon sot që ti të vdesësh. E bukur është puna kështu, shoku Sillo. Le të vdes. Le të bëhet kështu. Mirë do ishte që partia të na sqaronte. Po edhe kështu, s'presh punë. Mirë po, si do vdes? Vemi bashk, dalim një shëtitje nga pilli edhe të sjell unë në shtëpi, mos ke merak. Apo e do me Elmi, më? Se kam provuar. Nuk e ndjen fare. Kështu iku dhe ministri i brendshëm, kështu edhe kryeministri. Nuk e ndjen fare, dëgjoj mua ti. Merr një gotë me qumësh, eth brenda, edhe Po me ujë, bëno. bën. E se kemi një 2 muaj që se kemi parë qumshin me sy. E po, këtë punë tani e kryeni vetë, apo jo? Djalin ja ku e ke? Ja dhe shoqja Nafie, lajmëroni gjithë njerëzit, dhe në orën 6 të duan arkivol, Hajt, mos u mërzit, Xhabrao, për u burë se të gjithë do vdesim. Por ama, asnjëri nuk do të ketë fatin tënd. Të vi vetë ai për ngushëllim. Dorën këtu, Xhabrao. Lam të mirë, Xhabrao. Se mos për gabime dhe nuk vdesën, Se të vras tani me dorën time. Mbaroj ajo punë. Se do rrethoj shtëpinë, për 5 minuta e keme ushtarë. Jemi burra për që jemi. Lam të mirë. Kujdes këta. Troni vetë. Faleminderit. Troni vetë, Nafia. Ne do të kujtojmë gjithë jetën. Të mek, mbaroj kja punë. Ju keni qenë një shembull frymëzimi për ne. Brezat që do të vinë, do të kujtojnë me konsiderat të lartë dhe respekt. Të mek, Nafia, unë s'kam asnjë shpresë për t'jetuar. Baba, po të regosh frikacak? Ti ke qenë edhe partizan? Mos të turpro. Ti gjithë jetën na ke vëkuar me dashurinë për partinë dhe për udhëheqësin. Ti vetë na ke mësuar që ta japim edhe jetën po t'jetë. Nevoja? A kam thënë, Maraman, kam thënë. Po ta jepni, jo do marrin. Shoku Xhabrao Borica? Tani unë tek ty po shoh një njeri tjetër. Nuk jeni më ai Xhabrao i kalitur nga psimet e partisë punës. Nuk jeni më ai Xhabrao i brymosur me idealet e partisë, jetë danse larg pamse, por jeni Nafia Gjan, të kam thënë, po e tunde mirë dy bekun do bësh udhëheqëse partie.
Më bire një bardak me ujë mërvir. Urdhoni. Ja ku i keni. Të nëroj partia. Baba. Balbor. Po, baba, po. Trazoj e mirë. Të paqa. E të rosh partis. Shtriu në minder më mirë Gjabrao se vdes më kollaj. Jo. Komunistët. Ate si në kam. Dilni të dy jashtë dhe hynin pas 2 minutash. Lap të mirë, baba. I përjetshëm, qoftë kujtimi yt. Hada dhe lugën. I fort. Po shkjekë ata më që na gjeti më manë. Ullur ja. Ullur ja. Ullur. Po qa që kjo ata mërë që na jeti mani ma. Për të mira gëzime të uvime ti. Po nuk më besohet Raman. Po mërëm ishte gjallën. Po kur bëri vakije Raman kur me. Po, në ora... Dymbëdhjetë e gjysmë. Fiks ishte. Fiks. A që na perje. Më kujtohet ti kur ishim me praun, po ndiqim një agent të simit. Ishte një simpatik, një i gjatë. No, shpatull gjerë ti. Flokë kachurila. Apo nuk ishte një sy sa një ulli. Më falë Një Gjapeqi. prokurosh që... Më falë Gjapeqi. Si ka mundësi, edhe agenti simit, edhe bukurosh edhe simpatik? Më falë, po i matë mos ka qenë gjë i shëmtuar, kështu? Jo, i shëmtuar ka qenë, si malukat ka qenë. Një spast. Nëse ne po ndihim agentin e simit. Kur të gjoj një ze. Fshiu peshi se na vrau. Po ka qenë tërheqje taktike. Qa taktike. Ne u trembëm në shkona. 7. Kur vinte Fasliu në qytet, se Fasli e thonin. Na, drejshë të gjithë. Partizanëve të antrima nuk ua ka bërë syri tërtë. Po mire, pse kush tha për partizanët që nuk janë trima? Jo, se... Jo, unë fola për vetën time dhe për Fasliu. Se partizanët të antrima kanë qenë si shqiponjë edhe shpatull gjërë. Po qa si shqiponjë të keqen o të befsha. Po qa shpatull gjërë jam unë ja shiko mua. Unë dhe braua beshim as beshim bashkë 20 kilo. E që tu angas lafin, një shoku jon ishte këte rrugës, bazis ishe ma tanë. E më të nxjerë volen, më të këput, një koqe plumë, një shoku tonë, pa mu këtura, top në vend. Më falë Gjapeqi? O tani në dalë ka që edhe ballisët pas kanë qenë trima. Kushtare? Po ti i the tani. Jo, ore, që ne, unë partizanët ka qenë trima,
Tash i e di ti më mirë, apo e di unë? Ishe ti në vendin e ngjarjes, apo isha vetë? Do e mos, sepse ngjarja ka rrjedhur kështu. Pa, Qarkori i partisë vendosi që Peçi Kici dhe Braho Borica, dy partizanët si Shqiponj dhe Shpatull Gjërë, përpara një spiuni të shëmtuar edhe frikacak. Braho Borica qëllon dhe e shtrin për tokë agentin e fashizmit dhe janë numëron në balë të 9 fishekët e nënqes me mulli. Dërsa nga ana tjetër e rrugës, një grup ballisash ja ranë vrapit tamam si lepuj. Dy vetë të tjerë nga tanët, që gjoja përrugullonin bicikletën e prishur, e morën Braho Boricën dhe e futën në një pajton që po kalonte aty pranë me shpejtësi. ashtu, e? Dëgjoj tash. Ne vërtet e vramat Fasliu. Por ama, me te kemi futur e ti një derë vrapi në përca rrugisa e në përca zgekje, që pot në akshi zënë ballistat, e ti si do akshi bravo jo. Fërtele. Po le tash. Mo më kujto këto kujtime se edhe bravo se kemi me. Më vinë kokë sa gjëra të tjera të llatarit që të them. Më fal Xhapeçi, po unë po konstatoj që ti ke një mendim shumë të keq për partizanët. Po çfarë mos ti jeni vetë asaj? Lutem shumë. Unë kam një partizan për vetë time, çfarë mos ti? Hidhme. Djali. Të roni vetë. Ju faleminderit. Partia humbi një nga njerëzit e saj më besnik. Atë dhe humbi një patriot. Veteranët humbën bashkë luftëtarin e tyre, e familja humbi njeriun e saj më të afërt. Të veme t'i japim lam të mirën e fundit Gjabra. Gjabrau nuk ka vdekur. 73 si më dëgjoni marrje. Një kompani ushtarësh duhet bëj roje tek vari Gjabraos. Çdo gjë mund të bëj vaki. Edhe të vdekurit mund të ngjallen nga vari. Po pati lëvizje, qëlloni pa hezitim.
mbyllim tani? Kush ma mori qeki që mua? E kishe qeki. Kush? Duke të lënë orat, të rojnë fëmija. Të rojnë partia, të rojnë ju pasit sa balet. Të lumë të boj. O, shoku sekretar, po qa kam berë që vut prandat e Amani? Ti qa bere? Se ti qa bere, ha? Po qa kam berë? Ti në nëzirë ke balisë trimët. Po unë ashtu e di se Qepe? qenë trim. Qepe, po të them? Edhe i fasliu a ju, spioni, ha? 2 metra bura ju. Po ashtu ka qenë i gjatë. Shpullat e gjera ju, ha? E gjera i ka pasur. Vetull gjera ju, ha? Vetull gjera ka Si tre me syrjat, ja? Po si... Qepe? Po që të bëjë? Ashtu i ka pasur ajo. Pas kemi mbajtur gjarë për një gji. Amani se... Hajde i vinë kërës dhe Gjabras për kujtim, edhe drejtë në burg. Të mbajmë fjalimin? Jo, ku kemi ko për fjalim të një? Shpejt lopatat litarat dhe futeni brënda në gropë. Si ordon? Shpejt. Jeni mirë? Mirë. Lopatat! Shpejt!
Na!